më ka marrë mua dhe më dërgonte dhoma që rrinin këto artistat kur vinin. E si ishte aty? Po shumë bukur, po të shitja unë aty. Vetëm burra. A më mirë se kjo pritej. Dhe vetëm unë gotë. Mirë që ishte vetëm burra dhe unë gotë. Po në tavolinë kishte vetëm alkool, drogë në tavolinë, po them pa pik problemin. Qa thua, Pa e pinte edhe ky vetë drogon? A e pinte ky drogon? Ua, i e pinte, ishin vitat e kokainës aty. Dhe që më thot që tu isha aty dhe më ofroj pije, po më thot edhe ato drogë. Që unë pija drogë me ta. Okej, ndodh. Po, life happens. për mua si dhe shumë normale, me të drejtën. E kujt ishton e mende që do më ofronte të pija drogë me të. Okej, neve, Ndenjëm pak aty neve, pastaj më thot mua që të shkon në një vend më privat. Dhe normal që ku tjetër, përveç në hotel, ku do të shkon tjetër në orën 3 të Privatësia në kulmin e mëngjesit. saj. 3 të mëngjesit. Unë jam Artemisa dhe ju ftoj të shkoni në YouTube Andale Ale për të parë episodin e plot të WTF Show.